Kjo ishte teza ime. Zoofilia është fenomen që ka ndodhur në shoqërinë shqiptare. Dëgjoj, për zoofilin tamam, për të qenë kështu të qartë fare, për ta kuptuar. Bau i qartë. Ta kuptoj gjithë. Është që perversiteti njerëzor shpjegon një Barsalet muslimane. Ishte një karvan duke ecur me Flori. Pa. Dhe rrugës shofi një karvan tjetër që s'kishte Flori, po kishte një burrë dhe një grua. Dhe takohen. Dhe thonë hajde ta bëjmë sop rrugë bashkë. Në çdo gamile, ky kishte thas me Flori. Ky ishte vetë. Një natë, duke ndetur, i shkon menja keq këtij Floririt dhe i thot këtij të gruas. Thot të t'jap një gamile, thot ma le gruan një natë. E mendoja e me pa gruan. Okej. E bëri atë veprim. Për një gamile e gruan, a? Po. Të nesërmen. Ne mendoj çfarë mund bënte për një lopë ai. Nesër fillon dhe falet, o Zot, thot fal. E bëra këtë gjë, thot, ma fal, thot. Djalli thot hyri ke unë, edhe ma prish mendjen. Ecë. Doti? Prapë? Prapë. Të nesme prapë, jo Zot, djalli. Po mos e tha botash. Të pas nesër. I u ke punë, unë ndan karvanet, ky shkoj këtej, ky shkoj ndese, ky ishte plot. Kur një natë, ky s'poderonte më një ty gamiles. Hyrë, ja? Të nesërmen, fillon dhe falet. O Zoti tha, kërkoj falje po djalli, kur del djalli aty. E ja tha, këtë ke nga vetja jote, nga unë. Pra, perversiteti njerëzor është i njeriut. Po si ka mundësi me kaq shumë perversa? Pse? Sepse jeton një botë deformuar. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone Mountain Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe Stacioni Libraris.